Regjim urzohet vetëm me protesta siç urzuar në Nepal, që si ishte narkoregjim, po ishte diktaturë autoritare që e pranonte pluralizmin, por e shtypte pluralizmin, siç urzuar në Bangladesh, një diktaturë autokratike që e pranonte pluralizmin, por e shtypte pluralizmin, siç urzuar në Madagaskar dhe siç urzuar në një sëri vendesh. Pra, protesta dhe vetëm protesta. Të tjerat janë absolutisht iluzione. Kristaq Sopoti, në një takim me banorët e njësisë 3, Rama ju ka quajtur si e keqja më e madhe. Ke një përgjigje për të? Në fakt, më ka nderuar me këtë. Sepse Rama dhe altoparlantët e tij shqiptar dhe ndërkombëtar më konsiderojnë mua të tillë vetëm për një fakt, se unë mbroj interesat e qytetarëve. I nderuar zotëri, ju duhet dini që sot Nai Sali Berish ka pak kënaqësi të madhe sepse unë para shqiptarëve dhe botës mbroj me dokumenta dhe fakte tezën se Shqipëria është një narkoshtet. Mirë po këtë, Edi Rama bën gjithçka që ta denoncoj këtë qëndrimtimin. Unë u them ju se ky përkufizim që unë i bëj Shqipërisë nuk e bëj nga vetja ime, po këte e kanë bërë me dhjetra gazetarë dhe analistë ndërkombëtarë. Dhe sfundi e quajtë Noriega i Europës. Por Edi Rama paguar dhe ka mbrapa përsëri makinerinë monstruoze të George Sorosit, Alexis Soros, që vazhdojnë betejën në mënyrën më të vendosur kundër demokracisë në Shqipëri, në mbështetje të narkodiktatorit Edi Rama dhe luftë kundër Sali Berishës dhe opozitës. Pra, ndaj dhe unë jam, jo vetëm për Ramën, po për mjaft të tjerë e keqja më e madhe, sepse e mirë është droga, e mirë është krimi, i mirë për ta është spastrimi etnik i Shqipërisë, largimi nga Shqipëria në 10 vite, vetëm në hapësirën europiane i 1.099.000 shqiptarëve. Ju lutëm, a keni dëgjuar ju ndonjë nga këta të shpreh këtë gjë me kaq trishtim? Po. Michael Martin, gazetari famshëm gjerman, pikërisht për këtë quajti Edi Ramën si kryeministi më i mirë i Serbisë. Po të tjerë nuk i dëgjon, sepse ai kupton që ky po shkatron kombin shqiptar. Po e shkreton. Ndaj dhe e kam për nerë atë që Edi Rama thot dhe ata edhe miqtë e tij për mua. Enjo Kurti, a ishte gabim dalja opozitës me kandidat pavarur më në nëntor? Në vlerësimin tim, nuk ishte asnjë gabim. Spari. Opozita dëshmoi dhe duhet dëshmoj vullnet për hapje. Duhet dëshmoj vullnet për hapje. Dhe njëherë i falenderoj shumë të gjithë ata që kandidatuan si të pavarur. Por çfarë faktoi kjo? Se në asnjë variant Edi Rama zgjedhje nuk bën. Së dyti, populli e braktisje Edi Rama. Një braktisje e ekzemplare. Dhe kjo tregon që ne si opozit duhet
të kapitalizojmë zemërimin dhe revoltin e vërtet që ekziston në shpirtin e zemrat e shqiptarëve, ta kthejmë atë në një energji të fuqishme, të përmbysjes së këtij regjimi të paligjshëm në Shqipëri. Violeta Hoxha, Deda. Zoti Berisha, pse u la kjo qeveri që kapi gjithçka? A janë me vonesë protestat apo jam gabim? Pyetja juaj është një pyetje themelore. Për shkak se jo të gjitha gjërat bëhen në kohë, për shkak se mbështet në procesin e ndërtimit narkoshtetit, siç e dini ju. Unë u them qytetarëve shqiptar, më toksike se çdo ideologji, më e egër se çdo pushtues, për qenjen shqiptare është droga, droga dhe vetëm droga. Shqipëria në vitin 2015 u mbull kanabis nga pogoni gjerë në thellësitë e Alpeve. Dhe kjo u bë në sytë e gjithë botës. Dhe disa e nxitën, të tjerë heshtën. Dhe nga ai vit, miliardat e drogës jo që nuk krijojnë vende pune, po shkatrojnë me qindra mijëra vende pune. Shkatrojnë eksportet, shkatrojnë prodhimin industrial, prodhimin bujqësor. Dhe shqiptarët largohen dhe vetëm largohen. Pra, ky ishte një proces në të cilin duhet ta pranojmë, opozita s'kishte fuqi, nuk e ndaloi dot. Por opozita direkt nuk u bëa bashkëautore në këtë proces. Jo, nuk mund të themi. Pra, procesi themelor i transformimit të Shqipërisë ishte ndërtimi i narkoshtetit. Dhe pastaj Edi Rama, një pasardhës xhelatrish komunist, që ndan të njëjtat mendime me paraardhësit e tij, i vendosur të mos dorëzojë pushtetin me asnjë çmim, me asnjë kusht. Kështu që kjo që ndodhi para syve të mbar botës, dikush e ndihmoi Edi Ramën ta bëjë këtë. Të tjerë ndihmuan me heshtje edhe sot, ta dini. Ka ambasador, ka persona zyrtar të lartë, edhe në Bruksel, që janë të zemruar me mua pse unë flas për narkoshtet. Ndërkohë kur droga është bërë faktor shkatrimtar për qenjen tonë kombëtare, është bërë faktor shkatrimtar për demokracinë shqiptare. Është faktor më i fuqishëm se çdo parti politike në zgjedhjet, në rezultatin e zgjedhjeve. Ndaj dhe kjo betejë është një betejë e vështirë, por një betejë që nëse nuk e luftojmë. Organizata e Kombeve të Bashkuara ka parashikuar kobshëm për Shqipërinë, ka parashikim të kobshëm për Shqipërinë. Ka parashikim që Shqipëria e cila sot ka nivelin e lindjeve që kishte 100 vite më parë, të shkojnë në mënyrë të sigurt drejt shuarjes si kom dhe si vend. Afrim Curi, përshëndetje doktor. Është turp për çdo shqiptar të ndershëm që lejon këtë sekt të vjedh prej 12 vitesh. Strategjia